Për ne nuk ka ndryshim, në 2 vite gjysmë pothuajse parti, për ne nuk ka ndryshim 3 ditë fushatës, me 1 ditë mbasgjedhje, me 5 ditë mbasgjedhje, sepse jemi gjithkohës në rrugë duke folur me qytetarët, duke organizuar me ta. Ajo që kam vënë re, krahasuar me zgjedhjet 2023, është që nevoja për ndryshime shoqërisë shqiptare është rritur shumë. Dhe shpresa e tyre se diçka e re po lind, diçka e mirë do të vi, është sot shumë më e lartë se në maj të vitit 2023. Kjo më bën shumë optimist, dhe jo vetëm Tiranë, anë e kënd Shqipërisë, edhe në qytetet vogla. Unë para pak ditësh isha në Kuçov, një qytet i çindustrializuar, domethënë i rrënuar nga pikpamja industriale dhe ekonomike. E prap aty gjetëm qytetarë që na thoshin sa mirë që erdhët dhe hajde të bëjmë diçka bashkë për ta ndryshuar vendin tonë. Bashkë nuk është thjesht parti e re. Dhe ne me partitë e tjera maksimumi mund na ngjasoj ditëlindja, por jo fryma, jo idet, jo parimet. Keni parasysh diçka? Unë jam i vetmi drejtues partie në Shqipëri që nuk kam qenë antar aktiv e asnjë partie në jetën time përveç Lëvizjes Bashkë. Të gjithë të tjerët kanë dalë nga barku i partive të vjetra e të korruptuara. Nga ana tjetër, Lëvizja Bashkë është parti që i bie ballazi oligarkisë ekonomike. Ne as kemi frikë nga oligarkia ekonomike, as paguhemi nga oligarkia ekonomike, as heshtim përballë pasojave shkatrimtare të politikave qeveritare në bashkëpunim me oligarkinë ekonomike. Të gjitha partitë e tjera, të reja, të vjetra, të vogla, të mëdha e kështu me radhë, e kanë këtë të përbashkët me njëra tjetrën dhe këtë element tërësisht kundërt me Lëvizjen Bashkë. Kështu që unë dhe Lëvizja Bashkë nuk e shohim veten si pjesë e një kampi kundër një kampi tjetër, por si një parti e veçantë, atipike për spektrin politik shqiptar dhe kësaj shprehse më e mirë e aspiratave të popullit shqiptar për ndryshim. Kundërshtarët tanë janë shumë fish, kundërshtarët tanë kryesor politik janë PS-ja dhe PD-ja, Edi Rama dhe Sali Berisha, kundërshtarët tanë ekonomik janë financuesit dhe këtyre kundërshtarët politik janë oligarkia ekonomike. Patjetër që ne ndeshemi me kundërshtarët tanë kudo. Ndeshemi aty ku një shitës në treg na thotë unë jam me ju, po të lutem mos na fotografo bisedën tonë sepse do vinë na mbyllin qepenin. E kemi ndjer aty ku një mësues, një punës i thjesht i shtetit, na premton mbështetjen, por ka frikë të vinë në një takim të Lëvizjes Bashkë. Patjetër që ne jemi një parti e cila jemi gjithkohës në rrugë, jemi gjithkohës në sheshe, aty ku ka qytetar, aty ku punohet, aty ku veprohet dhe kalojmë edhe edhe në për lagje edhe në për zona që mund të jetë selia e PS-s, PD-s, e keni parasysh këto partitë e vjetra në çdo grup pallatesh e kanë nga një zyrë që e paguan populli shqiptar ose oligarkia ekonomike. Por nuk kemi problem fare, flasim me qytetarët dhe dera e këtyre partive, i përshëndesim si jeni, sepse në fund fare besojmë që çdo qytetar e ka shansin që të ndryshojë mendim. Ne s'kemi asnjë problem, ta them sinqerisht, me mbështetjen e thjesht, me antarin e thjesht të PS-s dhe të PD-s. Madje ne i shohim ata si votuesit tanë të ardhshëm, sepse mendojmë që nevoja për ndryshim është shumë më e madhe se sa thjesht elektorati gri. Po kupton? Elektorati gri sigurisht është shumë i rëndësishëm, mirë po sot kemi mundësinë që ta zgjerojmë këtë valë të ndryshimit ngado, edhe në sektor të elektoratit që janë menduar dikur si të sigurt të partive të vjetra. Në politik nuk ka elektorat të sigurt, njerëz nuk janë patate që mund t'i fusin partit në përthas e të thonë, ky është thesi im, mos e prek, ai tjetër thesi yt. Njerëzit, qytetarët janë qenie të lira me vullnet dhe ne duam t'i bëjmë thirrje ndërgjegjës tyre. Votoni, ju themi, për veten tuaj patjetër, për familjen tuaj, por votoni në afatgjat. Mendoni çfarë do ndodh një muaj mbas zgjedhjeve. Mos e lejoni veten të mashtroheni nga ata që ju bëjnë një premtim afatshkurtër me gjas të gënjeshtërt për t'ju marrë votën për të 10-ën apo 15-ën herë dhe për të vazhduar që t'ju vjedhin e t'ju poshtërojnë e t'ju sakatojnë siç kanë bërë deri më sot. Unë besoj që Lëvizja Bashkë ka kapacitetin që të afroj pranë saj shumicën ndërmuese të pakënaqurve në Shqipërinë e sotme. Nga ana tjetër, ne nuk i drejtohemi vetëm një populli abstrakt. Ne u drejtohemi shtresave shoqërore specifikisht. Ne jemi vetëm një parti në Shqipëri që flet për punëtorët, flet për drejtat në punë, flet për shfrytëzimin në
punë, flet për faktin që sa e sa punëtor nuk kanë kontrata të rregullta pune, nuk u paguhen sigurimet shoqërore. Në këtë sens, ne nuk themi thjesht o popull hajde me ne. Patjetër që e themi këtë, por shohim dhe brenda popullit ata që kanë më shumë nevojë për ndryshim. E nisa me punëtorët, do vazhdojmë me pensionistët, kemi organizuar 8 protesta me pensionistët. Ndërkohë që partitë e tjera ngroheshin në diell, ne luftonim bashkë me pensionistët për të kërkuar pension dinjitoz dhe minimumin jetik. E njëjta gjë me studentët, me të rinj. Ne kemi një përvojë shumë të gjatë në të shkuarën tonë të organizimit studentor, kemi organizuar me 10 ose me qindra protesta bashkë me studentët dhe të rinj. Të njëjtën gjë mund të them për shtresën e mesme dhe për sa e sa shtresa të tjera shoqërore. Për mua ka shumë rëndësi që ne të paraqitim popull ashtu siç jemi, jo vetëm si intelektual dhe të rinj, po edhe si pensionist, edhe si të moshuar, edhe si punëtor. Ne kemi në listat tona përfaqësues të sindikatave të punëtorëve, të sindikatave të reja. Kemi në listat tona kandidat për deputet, përfaqësues të pensionistëve që kanë protestuar bashkë me ne. Njerëz thjesht, jo vetëm intelektual, ne nuk duam të jemi një parti elitiste. Ne sigurisht i vlerësojmë intelektualët dhe profesionistët, të cilët kanë kontribuar jashtëzakonisht shumë në programin ton. Mbi 50 profesionistë dhe pedagogë dhe studiues fushave ndryshme ka kontribuar për 177 faqe program televizjes bashk, por ne jemi parti më e madhe se intelektualët dhe profesionistët, se duam të jemi një parti që përfaqëson mbar shoqërinë, ose të paktën shumicën ndërmuese të shoqërisë, atë shumicë e cila ka nevojë për ndryshim. Fakti që pasi kërkojnë shumë kundërshtarët tanë dhe nuk gjejnë asgjë për të na sulmuar dhe shkojnë prapë te gogoli i komunizmit, tregon shumë për ta, për faktin që ata se kuptojnë politikën, po tregon dhe shumë për ne, që s'kemi asnjë cen të rëndësishëm në politikë. Unë kam thënë disa herë që Lëvizja Bashk është krenarisht në spektrin e të majtës demokratike e socialdemokracisë më të mirë perëndimore. Nga ana tjetër, mendoj se komunizmi si ide politike ka mbaruar në 1989 me murin e Berlinit, ka lindur rrugët e Parisit në 1848 dhe ka përfunduar në Berlin në 1989, kështu që sot çdo akuzë që na drejtohet ne, po jo vetëm ne, po kujdo tjetër në spektrin politik si komunist është e kot. Mos harroni që në Shqipëri PD-ja i drejtohet PS si komuniste, PS-ja i drejtohet PD si komuniste, domethënë në këtë sens po t'i marrim seriozisht akuzat, nuk mbet shqiptar pa qenë komunist.